Mirë vrama, mirë se erdhe. Faleminderit. Duke shumë bukur. Faleminderit. A është kremi ytje edhe kjo që e ke vesh? E zgjeda sonte pasi jemi në afër festave dhe shumë festive, shumë e bukur. Më pas ka mungu kjo skena, kështu këto drita dhe inqizimet dhe festat e fundvitit. Më vjen mirë që më erdhe sot dhe që më mësole edhe këtë energji ka është bukur, e patë edhe një hyrje të shkëlqyshme të ka mungu kjo ecja edhe pasaj, dhe më dhe në gjithë shka duke se... Më pas ka mungu gjithë shka, më pas faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem në këtë emision dhe mysafire jotja gjithashtu. Më pas kanë mungu dritat, skena, rregullimet to dhe edhe pse kohët e fundit kam qenë aktive dhe sa i përket anës time si modele, po më kthejnë kohë dhe në inqizime kur keshim edhe ma herët. Vërtet, kjo është një shenë që mbase duhet të kthehesh pak ekranit, ti kthehesh edhe këtyre dritave të televizionit, sepse je nga ato vajzat që e do ekrani shumë. Faleminderit. E ke konsideru këto kohëve të fundit tas për një rikthim, apo? Kom konsideru mirë, po sigurisht koha kur kam qenë fëmijë, kam qenë pak ma aktive, ndërsa tani unë e vazhdoj ende me punë, po ashtu edhe me shooting apo modelizëm, po pak ma shumë ju kom kushtu dizajnit, modës edhe pra anës time si dizajnere dhe të shumë të në kohë se kalej duke u marrë me këto aktivitete. Mirë, po nuk e hupi rastin t'jem pjesë edhe e skenës dhe të marrë pjesë në ndonjë sfilat apo në shooting. Krijimet, veç se po i shohim, një nga ta e ke edhe vetë. Se unë të pyta, a e ke kriju vetë, po a e kam problem dizajnerët që të veshin një qepje të dikuj tjetër? Nuk është problem, unë e pasi jo marrë me modelizëm, kom punu edhe ma herët dhe me dizajnerë të tjerë dhe i kam meqë dhe shoqe dhe gjitha ata që kom punu ma herët me ta dhe kur kom qenë modele, por tani pasi po mirëm vetë me dizajn, mundohem t'i veshje dhe krijimit e mija, pra që tash edhe ma herët edhe këto janë një prej koleksionit fundit që kom bo për festat e fund vitit, që është një koleksion pak ma festiv, duke shku me fustane kështu pak ma cocktail dresses, fustane që janë ma për festat e fund vitit. Unë mendoj që dizajnerët janë disa dizajnerë që kryojnë atë që është trendi në botë, ndërsa janë edhe disa dizajnerë që kryojnë edhe pa tjetër, edhe nëse nuk e din se kush e ka bo, e ndjenë që është dora e ati emri, pra se rinë gjithmonë në stilin që e identifikon. Si pas Renatës, edhe në kryimet e tua, në ato se si ti e she dizajnin që bën edhe kryimet që i realizon, cilat janë disa pika që ti mundohesh me i rujt shumë identifikuse për veshjet? Mendoj se si cili dizajner e ka atë stilin e vetë dhe mënyrën e ti të punës, pra që ta dhe ti, kjo i bëjnë të gjithë dizajnerët të dalojnë nga njëri tjetri dhe paka shumë të njihen, po ashtu në bazë të punës që e bëjnë, dhe se si që ta njohësh veshjen, pra ajo është diçka që ka e bën dizajnerin e veçantë. Ta njohësh veshjen edhe pa e ditur emrin apo që ka një karakteristik, unë kom shku gjithmonë nga ajo se si më di për veti dhe se si kom pas atë stilin temi më mundu të paraqes edhe në punën që e bëj sot dhe nuk kom do është të largohem apo të egzagjeroj. Kom shku gjithmonë me atë që ka është elegant e thjesht, por edhe ajo glamuroze që më dalon mu dhe një stil pak ma i veçantë që edhe njerëzit që veshën me veshjet e mija të ndjen të veçantë dhe të duken. Prandaj edhe të zgjedhin. Renata, unë edhe shikuese po thoja, i fola pak për kohën kur ti ke qenë fëmijë edhe ke këndu, pra ke pas këngë për fëmijë biles intenzivisht, pra ke qenë nga ato emrat e këngëtareve që është dashur shumë edhe që e ka prekur skenën qysh e vogël. Sot kur nëse ndonjëherë, sa herë hyn me u kthy në kohë dhe me pa vetën? Dhe si të bën me undje, ose atë mungan muzika në raste? Mungan, mirë po gjithmonë edhe kështu në përdiqëmëri vazhdoj këndaj, ose e kom bo për atë kohë në kohën kur kam qenë këngëtare për fëmi, ka qenë një kohë shumë e bukur dhe për një me kemi kalu momente shumë të mira, kemi qenë, do me thonë, ka qenë vetë një fëmëri e mrekullueshme për mu. Unë kom pas fatin që jem ko një fëmi që kom qenë këngëtare dhe kom këndu në atë kohë,
po ashtu edhe mungan mirë po tash që jo me punë dhe me angazhime, unë asnjëherë nuk jam largu për skenës. Pasi mirësha dhe më modelizëm, prej modelizmit më hapën dyert dhe isha prapë në botën e modës vetëm tash si dizajnere dhe kujtoj gjithmonë A ka akoma njerës që të identifikojnë, pra që nuk të njohin, po sa të shohin tonë mos jeti ajo vajza vogël që ke këndu dikur? Po, më ka ndodhur shumë shpesh edhe në rrugë ose diku kur më shohin kur prezantojnë. Ajo figure. Kur prezantojnë dhe kur i tham jam Renata Bakalli, ua, ke qenë ti këngëtare për fëmijë, ose a ke këndu kur ke qenë e vogël, më ka ndodhur shumë shpesh edhe në rrugë, edhe disa që më bajnë mend prej fëmijë, dhe shpesh më ndodh që nganjëherë befasona kur më thojnë, a ke këndu, ose më kujtohet fëmijët e mi kanë dëgju, apo diçka kështu, se normal me kalimin e viteve dhe kohët po ndryshojnë. Çka të ndryshoj nga ajo që ti të mos vazhdoje për muzikën? Pra, u rrite edhe kuptove që doje diçka më tepër, apo kur u rrite kuptove që muzika edhe skena, kur do t'jesh intenziv, nuk është aq e lehtë sa mund ta mendojnë bota e fëmijëve, ëh? Çuçi e keni shiju edhe ju në atë kohë? Po, mendoj se ishte një ëndër si fëmijë dhe e kom shiju në maksimum, kom pas përkrahjen edhe të familjes gjithmonë, edhe çdo dëshirë dhe çdo ëndër që e kom pas si fëmijë më është realizuar dhe jam shumë e fat që familja gjithmonë më ka mbështet. Por pastaj e kuptova se doja t'isha në këtë industri dhe në botën e modës pak më shumë. Gjithmonë kisha dëshirë jo të provoja fustane, jo të merrja pjesë në një shooting, dhe kuptova që doja t'isha në skenë, por si modele. Dhe kështu, masaj me kalimin e viteve, edhe e kom shiju edhe pjesën si modele, dhe vazhdoj t'a shijoj dhe kom shumë bashkëpunime dhe që bëj, por prapë se prapë dizajnin e zgjidha si diçka që më flante dhe që mund t'a punoja edhe me vite të tjera. Do të kthehem edhe te dizajni, po më bëni përshtypje se ajo periudhë e fëmijëve ka qenë diçka shumë e bukur që e keni shiju shumë, dhe me të vërtet ka qenë ashtu, edhe fatkeqësisht me kalimin e viteve sikur është zbej, pra ose ka ndryshu, hajde s'po e marr unë të drejtën për ta cilësu, por duket që fëmijët vet nuk janë më aq të pasionuar për ta bërë muzikën po aq fort sa dikur, ka ndryshuar tekstet për fëmijë, nuk janë të njëjta siç bëheshin dikur. Edhe ka ndryshuar edhe, po mendoj se tash është pak një kohë më e mirë. Shumë fëmijë kanë mundësi më shumë, edhe të rriturit edhe të gjithë tash kemi mundësi pak më shumë në zhvillim. Në atë kohë kur na kemi këndu, kanë qenë televizionet që kemi dalë dhe nuk ka pasur rrjete sociale, nuk kemi mundur të depërtojmë ndoshta më shumë, mirë po e kemi shiju me atë çka kemi pas. Jo, festat e fundvitit kemi bërë emisionet pastaj jo jemi kujdes që një qeshori dhe çdo fest të bëjmë organizime dhe koncerte të ndryshme. Ka qenë në atë kohë, ka qenë diçka shumë e bukur që thash. Mund të them që jam një fëmijë shumë i lumtur që kam pasur si fëmijërie si këngëtare. Këtë dëshirën ose talentin për modën, se kjo puna është pak puna e shije, se gustos, pra o e ke ose ke, e ke pastis vogël, se nëse kthehem edhe i kujtohem ose prej këtyre xhirimeve, performancave, shumë prej veshjeve, nëse fëmijëve ndonjëherë u apërzgjedhin prindrit ose dikush nga familja, ti e përzi për herë me veshjet, a? Po, më vjen shumë mirë që i kujtojnë edhe ti këto kohë dhe kemi qenë, më në them, në të njëjtën moshë dhe njihemi prej fëmijë, ka qenë gjithmonë kënaqësi. Unë kom pas gjithmonë një dëshirë të vishëm të duke ma ndryshe, edhe në shkollë, edhe në koncerte, kur gjithë secili e ka atë stilin e vet dhe nuk du që të bëjnë dallime ose që unë t'jem ma e veçantë, por unë gjithmonë kom shku me atë stilin të ma ndryshe, edhe kom bo diçka ma të veçantë që me dallu prej tjerëve, edhe nështë kem ka bo që tani në të ardhmen t'jem edhe një... Ja ke dallu. Faleminderit shumë. Fëmiri, Renat, një pjesë të fëmirisë e ke jetu në Çeki bashkë me familjen, ë? Po. Në çfarë tona kanë qenë këto, edhe sa kohë ka qenë? Periudhën e luftës na kemi qenë në Kosovë, në Gjakov. Pas luftës atëherë kemi shku në Çeki, unë bashkë me familjen teme.
atje kom përfundu klasën e parë, shkollën, dhe pastaj jemi këthy në Prishtinë dhe kom vazhdu shkollimin këto, edhe punë. Periudhë shkurt pas ka Po, qenë. ka qenë një periudhë shkurtër, jo dhaq e gjatë, mirë po ka qenë një ndryshim pak ma i madhë për mu dhe familjen teme, sidomos pas e ishte një kohë pas luftës dhe gjithë e dim që u ko një periudhë e vështirë për të gjithë ne. E sidomos fëmi kur je që nuk e percepton do të realitetin. Nuk e din se qka po kalon. Nuk e din qka po të pret edhe qka po kalon. Je këthyër, sigurisht, mandej je këthyër veç për vizita në Çeki, apo? Po, jo, shkaj ka njerë edhe për vizit, edhe për qef, për bështetit, është një vend shumë i bukur, unë kam jetu në Pragë, edhe Praga është një ndër vendet më të bukura në Evropë, edhe ka qenë një periudhë shumë e bukur edhe ajo e jetës time, që ja vlen të përmendet dhe të ceket. Bukur. Falem pak edhe për modelizmin edhe atë që ti ke shkelur edhe skenat edhe ke shumë dëshirë ta bësh, pra e bën me pasion, po ashtu brendet të përzidhin edhe ta besojnë që gjithë punën e tyre ta prezentojnë për mes teje. Cilat janë disa prapa skena të modelizmit që ti si ke ditë para se me u fut, po i ke mësu rrugës? Prapa skena ndoshta ju fort këndshme. Po, duhesh t'jesh gjithmonë e gatshme. Edhe duhet, unë edhe në Itali, kur kom qenë, na kanë majtë si një kurs për para se si duhet të sillesh si një modele, si duhet të qëndrash dhe si duhet të kuptosh botën e modës me një anë pak ma ndryshe si modele. Jo vetëm dele një sfilat dhe bëj atë çfarë të thonë ose se çfarë të veshësh. Ka bu përshtypje diçka? Kanë habit? Ka bu përshtypje se na kanë thonë se çdo modele kur pranon tjetë modele dhe pranon të punoj si modele, nuk duhet të dalloj për shembull në veshje se çka do të vesh, apo se si do të paraqitet. Ato se çka ja caktojnë edhe atë veshje që e ka përzgjedhur një dizajner, një stilist, apo një veshje tradicionale nëse është, duhet ta vesh. Nuk mund të thot, jo s'po m'pëlqen kjo, ajo është diçka që kam ka bu përshtypje se nuk e kisha ditë ma herë që se shpesh të na ndodh që e zgjedh pak diçka që ka të pëlqen, diçka është pak ma ndryshe. Ndërsa në botën e modës dhe në ato kur kum shku, do me thonë që është pak ma ndryshe se të na, e kum kuptu që disa sende duhet pak t'jenë ma të rregullta, ma të sakta, nuk do lloje dhe kështu shumë do gjëra tjera që më kanë bërë përshtypje dhe më kanë mbetë mësim për gjithë jetën. Është ky presioni i peshës, të jesh gjithmonë në formë, të bësh palestër gjithmonë, a ndjen ndonjëherë vetën tepër në tension që me i thonë vetës sidomos tash periudha të fund vitit ku kemi qef mos me na ik viti pa i hongër disa gjëra që fatkeqësisht na shijojnë shumë, po nga kalorit janë të tepërta. Sa e ke këtë sikletin? Është pak e vështirë, por me thonë drejt, edhe për këtë anë, pak e kom gjenetike edhe jem konë pak shumë përparësi se nuk është që pengon shumë ushqimi, do me thonë kom një formë të mirë trupit dhe mundohem të ambaj normal, sigurisht gjdo gjë dëm për kujdesje, si trupi, për gjdo gjë duhet kujdesemi, mundohem të jem kujdesshme, mirë po edhe pak është gjenetike dhe nuk është që kom problem shumë të madhë se në atës që ka ha. Edhe pse, unë po flasë për ato format perfekte që sidomos dikur kanë qenë tamam strikte. Sigurisht. Viteve të fundit shohim që bota përqafon shumë edhe modelet të masave ma të kolme. Ka ndryshu me ku, ka ndryshu edhe shumë gjana dhe sa i përket edhe modeleve, sa i përket mundësis të jesh si modele dhe atë se qka do në me paraqit. Që tash dhe ma heret ki shumë mundësi dhe je shumë ma ofër asaj se ëndrës që ndoshta e ka gjdo vajz, apo gjdo dëshire tjetër, jo për pos modeles, se janë shumë, kena shumë mundësi, që ma herë ndoshta nuk janë konë, mirë po prapë se prapë disa gjëra janë kështu ma që i kanë disa parime, disa kritika, dhe nëse shkojnë në një anë pak më profesionale, duesh ti ndjekësh dhe jo gjithmonë nështë ta përshtatesh. Besoj gjithë kush e din vetëm fakt se ku përshtatet dhe se qka është ma e duhur dhe atë se qka e ndjenë. Kë e ka Renata atë modelen favorite që pavarësisht sa vitet i kalojnë asaj, bukuria si venitet, edhe ti për herë ke pas kështu si me sytë hapur kur do që ka sfilu? Modelet e Victoria's Secret, nështë ta i kisha cekë edhe one, Giselle ka qenë ajo që prej vitesh është gjithmonë
në top edhe gjithmonë duket perfekte me ato kom të gjata, flokët edhe pse me vite kanë kalu, ajo prapë se prapë shfaqet e njëjtë dhe duket në forma perfekte. Thonë që vajzat e Ato nështë ta e kisha vequ, se ka shumë tjera, nështë ta sështë që kisha dasht me do dikon, por prapë se prapë gjitha ato dhe janë perfekte dhe gjithmonë mbahen dhe janë në formë. Thonë që bukuria tek vajzat shpesh here prish punë, ose edhe paragjykohen. Të ka ndodhur ty që të ketë prish punë, ose njerëzit ta kenë një qasje tjetër veç për shkak të qenurit modele, të qenurit vajzë me qëndrime dhe bukur, të kanë pa njerëzit ndryshe? Në takimet e para, pra në njohjet e para. Ndoshta përshtypja e parë, jo gjithmonë është shpesh njerëz mendojnë se është ndoshta pak me një madhe, apo ndoshta nuk fol, nuk është kaq e afërt, mirë po unë jam një person shumë i afërt me njerëz dhe gjithmonë jam shumë e hapur si me shoqëri edhe me ata që punoj dhe mundohem të jem sa më e afërt e sinqert, nuk është se mundohem dal nga vetja ose vetë se unë kom pas një arritje apo diçka tjetër tash që duhet të dalloj prej të tjerëve ose prej vajzave tjera, gjithmonë jam modeste sa i përket kësaj ane, me thonë. Po, kur je pjesë qofte edhe një ndaje me shoqëri në mbrëmje, apo në një organizimi, sa të del në pa syri dizajnerës për me i pa të tjerë se çka kanë vesh edhe... I përcjeli, mu me thonë se shpesh, do me thonë në tonë kone përcjeli modën edhe kur dalë edhe këtu, i shoh se çfarë kanë vesh. Më pëlqen moda në përgjithësi, gjithmonë kom pas qef edhe veshjet, sidomos tash që jam në botën e modës, po më pëlqen të shoh vajzat që vishën bukur, i përcjelli me shumë kënaqësi dhe është diçka që bile kom qef, i përgëzoj edhe ty sonte për lukun se bash po dukeni shumë bukur dhe ato se çka është në trend tani për momentin, masi veç jemi të fol për mod, po e marr këtë drejt me komentu, dhe kom qef, më pëlqejnë vajzat që kujdesen për veten, që vishen dhe duken bukur në paraqitjet e tyre, pse jo? Ne qëndrojmë shumë mirë për këtë. Kush mendoj se nëse ndihesh mirë me veten edhe me paraqitjen tënde, pastaj edhe dukesh bukur. Nëse nuk je mirë, atëherë as nuk dukesh. Qëndron, qëndron. Besoj pak në këtë që po them. A ka ndonjë trend që Renata nuk e pëlqen, pra sepse nga njëherë, unë shoh diçka dhe thonë, po kjo është bo trendi, duhet me pas pa tjetër. Po ka gjana që s'm pëlqejnë, edhe nëse janë shumë trendi, edhe nëse po i vesh një X yll botror. A ka Renata të tillë, specifikisht një trend, ku e di unë, të kohëve të fundit ose diçka? Nuk kisha cek diçka kështu, nuk kisha dasht me veçu diçka, vetëm se nuk më pëlqejnë ato që ka janë shumë të egzagjerune, ose shumë të hapura, ose ekspozimi tepërt. Nuk mendoj se e bën një femën duket ma bukur vetë se po është ma e zhveshur, ose ka veshur diçka më të hapur. Prapë po them pa dasht me ofendu ose me bullizu dikon, po sa ma e veshur ndonjëherë që je, aq ma e bukur dukesh. Edhe aq ma elegante, edhe aq ma e mirë. A ke pas në njëherë në një ofertë për të qenë pjesë në një reality show? Këtë pyetje s'ma pas këmë pas njëherë, edhe nuk kom pas ftes. Nuk e pas? Edhe, jo, nuk kom ka ndodhë. I kishe konsideru nëse do të ndodhte? Ndoshta dhe jo, nuk është shumë tipi em dhe ma mirë do të qëndraja në këtë anën time. E që vetën që e shumë më ndjeshme, më e qetë për drama të tila? Po, për drama tila dhe nuk jam një që bëj shumë skena dhe drama, jam pak ma e qetë si te, pak ma friendly, ndoshta mund të them, dhe jo që nuk përshtatëm, por thjesht është pak shumë Shumë për ty, shumë kaos për ty, e kuptova. Do ndalem jam nga fundi, do t'i shvizoj këta minuta për krijimet e tua, më tha që tash për fund vete ke bo një koleksion, një prej të cilit edhe e ke veshti, pra që në kanë veshje të cilat lirisht munden krit vajzat me shvizu jo me doma, se na kur flasim për dizajnerat, i shohem si kur duhet veç fustane për dasma, ose diçka më të rëndme pas. Kur janë këto periudat më të ngarkume për ty, hiq verën që e di, siguri që po, edhe sa jeti prezente në atelier, në dyqan, në takimin me vajzat, në takimin me njerëz që vinë?
Më përkushtona shumë në punën që e bëj, se tash e bëj edhe me gjithë dëshirë, edhe mundona që çdo detaj në punën time të dalë sa ma i mirë dhe t'jem sa ma e sakt. Për pas fustanave, unë e bëj edhe veshje, pra që po them kështu jumpsuit ose fond apo diçka në bazë të dëshirave të klientëve dhe tash mas jemi për të festat e fund vitit, ma shumë jam fokusu në funde të shkurta, cocktail dress pra që janë, ose fustana kështu gjatë, po që nuk janë që mund të veshën edhe në një darkë apo në një event të fund vitit. Dhe kjo sezona e dimrit tash këto para festave dhe festa kur ka zakonisht është pak përpas verës që sta dhe ti që e dim gjithë që është një fluks pak më i madh i punës dhe ka ma shumë kërkesa dhe don ma shumë punë dhe angazhim. Unë shumicën e kohës e kaloj në atelier të punu, të kujdes për dëshirat e klientëve, jo me atë edhe për nëse dojnë një takim me mu sigurisht që jam shumë e hapën edhe i pres, dhe kujdes na vetë për çdo detaj që e bëj të një veshje prej materialit, prej skicës dhe materialit dhe deri te realizimit të puna finale e saj. Edhe çepja e fundit, pra nuk del pa vërtimin. Dhe në fund e provoj që të sigurona që ka dalë ashtu siç kam dashur dhe që secila që veshat veshje të ndihet rahat. Jo i bjen që kur e bën punën që e dan, nuk lodhesh kur edhe së ngopesh të qenë prezente në të. Renat, faleminderit shumë që më erdhe, ke shumë kënaqësi. Faleminderit edhe ty. Me të pas në studio, edhe me kthi pak edhe shikuesve në kohë për fëmirin që falem, po edhe sukseset tutje. Faleminderit edhe ty shumë për ftesën, për shfrytëzoj rastin mas jemi edhe në festat të fund vitit, t'i uroj gjithë ata që po na ndjekin, të kenë sa më shumë shëndet, dashuri me familje dhe me atë se ka një duan më shumë, të pasi këto festa janë për të gjithë të jemi të bashkuar dhe së bashku. Të uroj edhe unë ty njëjtë, pa që një fund vit të mbarë edhe 2026 akoma më të mirë, pëse jo. Faleminderit shumë. Mirë që është koha që të ndjekim bashkë një material që na sjell